BE bllokoi, AKU sqaron rregullat e reja, mishi nga Brazili lejohet në Shqipëri vetëm me. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka njoftuar se ngarkesat e mishit të shpendëve dhe gjedhit nga Brazili do të vijojnë të pranohen në pikat e kontrollit kufitar. Ky vendim zbatohet vetëm për ngarkesat ku certifikata veterinare është lëshuar para datës 3 shtator 2026, edhe nëse dërgesat mërin në Shqipëri pas këtij afati. Sqarimi vjen pas ndryshimeve në rregullat e Bashkimit Evropian, të cilat e hoqën Brazilin nga lista e vendeve të autorizuara për eksportin e këtyre produkteve shtazore. Komisioni Evropian ka specifikuar se kufizimet e reja nuk do të zbatohen me efekt për eksportet e miratuara përpara kësaj date. Përjedhoi të gjitha ngarkesat e pajisura me dokumentacionin e duhur përpara afatit do të lejohen të hyjnë rregullisht në tregun vendas. AKU garanton se do të vijojë monitorimi strikt në kufi për të siguruar mbrojtjen e shëndetit publik dhe sigurinë ushqimore. Njoftimi i AKU-s. Autoriteti kombëtar i ushqimit në vijim të ndryshimeve në rregulloren zbatuese të Komisionit BE 2026-1189, me të cilën është ndryshuar rregulloria zbatuese e Komisionit BE 2021-405. Bëjmë me dije se Brazili është hequr nga lista e vendeve të treta mes rajoneve të tyre të autorizuara për hyrje në Bashkimin Evropian të dërgesave të kategorive të caktuara të kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor. Gjithashtu, referuar dhe urdhrit të ministrit numër 294 datë 13/6/2006 për importin e mishit nga Republika Federative e Brazilit, importimi këtyre produkteve kushtëzohet nga miratimi prej Bashkimit Evropian i zonave dhe stabilimenteve të prodhimit. Në kuadër të zbatimit të ndryshimeve, bëjmë me dije se në 28 maj 2026 në Bruksel është zhvilluar një takim nëpërmjet përfaqësuesve të UECBV, Bashkimi Evropian i Tregtisë së Blegtorëve dhe Mishit dhe DG Sant, gjatë së cilit përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë sqaruar se ngarkesat për cilat certifikata përkatëse është lëshuar përpara datës 3 shtator 2026 do të vijojë të parkohen në pikat e kontrollit kufitar BCP të Bashkimit Evropian, pasi kërkesat e reja nuk zbatohen për eksportet nga vendet e treta të kryera përpara kësaj date. Autoriteti kombëtar i ushqimit sqaron se ngarkesat e mishit të shpendëve dhe të gjedhit me origjinë nga Brazili, për të cilat certifikata shëndetësore veterinare zyrtare është nënshkruar ose lëshuar përpara datës 3 shtator 2026, do të vijojnë të pranohen në pikat e kontrollit kufitar dhe në këtë rast këto ngarkesa mbërrin në territorin e Republikës së Shqipërisë pas datës 3 shtator 2026. Autoriteti kombëtar i ushqimit do të vijojë monitorimin dhe zbatimin e kërkesave të legjislacionit në fuqi me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik.